Faleminderit gjithëve që keni ardhur përsëri sot për t'i treguar këtij pushteti që ne kemi seriozisht dhe nuk do të ndalemi. O ne, o ti! Sot ka ndodhur një ngjarje e madhe që lidhet me protestën. Në Parlamentin Evropian sot është thënë qartë që ligji për zonat e mbrojtura duhet ta amendohet, duhet kthehet mbrapsht. Dhe kjo nuk është një fitore e vogël, kjo nuk është as rasti, kjo nuk është as dhuratë që na vjen ne. Kjo është ajo kërkesë që ne kemi bërë prej ditës parë dhe arritëm fitore. Ama ne dim që as nuk mjaftohemi e as nuk mund të kënaqemi me kaq. Ne këtu me të vërtet kemi dalë për amendimin e ligjit për zonat e mbrojturave. Me të vërtet kemi dalë për Zvërnecin. Me vërtet kemi dalë për Rjollin ditët e para. Ama prej ditësh duhet i themi gjithë botës që në këtë shesh kërkohet tërheqja e kryeministrit. Tërheqje! Prandaj, kjo fitore le të jetë vetëm hapi i parë drejt fitores madhe dhe jo fitore në vetvete. Ne do të jemi këtu derisa ata që e kanë katandisë situatën dhe vendin këtë pikë të përfundojnë prapa hekurave. Përsëri, si partit ju kërkojmë organeve drejtësisë hetim për kryeministrin. Ramanburg, Berishamburg! 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 Si që thamë edhe në fillim, ne jemi këtu edhe më entuziast, edhe më të vendosur se ditën e dytë, ditën e tretë, ne do të qëndrojmë, ne nuk dorëzohem, ai do iki! La, 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 la,